Jonë do gjona që nuk mundesh me I bo mrena kohës shkurt, po ato janë pasuri, për shembull, e klubit, edhe ato e dojnë kohën e vet. Deshta të kthejmë te Prishtina, Prishtina bëri një lojë të mirë, dhe të kthejmë pak edhe te trajneri, mendoj që du ta komplimentoj për arsye se është shembulli më I mirë se si arrihet në karrierë. Ka ardhur te Prishtina si produkti I punës mirë që ka bërë, jo ndonjë reklam ose diçka ngjajshëm. Ne e njohim shumë mirë Albanin, e kemi edhe kolegë, po pëlqen shumë mënyra se si ai ka punu te Rami Sadiku edhe fal produktit punës që ka bë atje, udhëheqësit e Prishtinës e kanë zgjedhë dhe kanë afruar te Prishtina. Uroj që ai të ketë kohën e dur te Prishtina, edhe që edhe ne ti mbështesim trajnerët, sidomos këta vendor. Kur vije puna te këta trajnerët që vinë nga jashtë, ne jemi më të kursyer ndaj tyre, qoftë për kritika, për ata mendoj që sot ishte decisive trajneri Prishtinës e fitoi ndeshjen, tu po mangësitë e trajnerit Drenicës pikërisht nga ona djathtë, atje tu e njoft ligën, tu e njoft lojtarët. Prandaj uroj që Albani të ketë shumë suksese me Prishtinën. Albani ka provoj për trener, nuk është veç në Rami Sadiku, u konë edhe në Vushtri, u konë edhe në Kek. Një provoj e ka Albani shumë mirë. Ka qenë dimës të drita, konë atje në njët. Patjetër, po rrugën se si ka arrit deri te Prishtina, mua me plot meritë edhe bravo qoftë. Edhe ka ardhur si produkt I punës mirë që ka bë në klubin e Rami Sadikut. Edhe me zhvillimin e lojtarëve të ri. Suksesin e ka arrit te Rami Sadiku, domethënë. Prej aty domethënë. Po se drita ka qenë. Po dhe ndim straner edhe në Vushtri nuk është që ka pas ndaj parë. Çdo 3 ditë, çdo afat kalim